Shpërthe këtë fiksier, ma shpërthe. Mua dhe vajzët. Qa kanë vajzët? Çfarë do shpërthejmë? Këtë fiks. Po jo, mor Juli, si s'kemi mbaruar ende punë. Se moj. Na duhet kjo tavolin, kjo skenografi, një brava vajza. Po si s'më prite një herë, më Juli, ashtu si që duhet, ma. Si s'të prita? Po si s'më prite një herë, ja, sa të mbaroj dhe plani spanjol. Plani el spanjolo. El Caramatador! Ja, po thoja, si s'më prite një herë, si që presin krerët e NATO-s, kryeministrin ton, Edi Rama. Edi Rama, do me të pritë si shpresin krejt, po presun atletë. Shumë do të? Jo, si do? Ka përqeshur njeri, më vjen keq. Po, për atletë të shohin nga këmbët, sepse është shumë i gjatë, more. është i gjatë. Po, e kanë më kollaj të shohin nga poshtë, sa kryon Tani, shumë po ma atletë probleme. që keni, ja. Ka me atletë, s'kemi atletë, kemi atletë, për që keni? Jo, mas kemi gjema atletët, po nga që pyti i atë... Se më falë, ti mendon që do t'a prisnin kështu Sali Berishën? Sali Berishën? Ka që mirë. Më mirë, moj. S'do dinin ku t'a shinin më parë. Më mirë, do i të pak shumë... Se e të shpejt, doktor. E ke pa ku shkon të atje në takimin të natës? Visi se miracle e tjerë. Jam Sali Berishën. Ta kam thonë? Me ty e ka. Me ty e ka. Me gjithate, ne duhem të pysim popullin. Dhe më thonë, a e ndjenë ndryshimin si prisnin doktorin, si presin Edi Ramën? Pa presin më mirë këtë tonin, more, këtë të tanishmin. Pa ti pysim se ti që do thushti? Unë që do them, ne jemi palë. Unë them të vërtetën. Ne jemi palë mi. Unë them të vërtetën. Unë jam me këtë, ti e mate. Jo, fare, unë s'jam me atë. Jam me këtë. Vytë, patronashiste. Duke parë pamjet që Edi Rama takoi krerët e NATO-s në Ankara, Erdoganin e pritën ashtu si e pritën. Po t'ishte zoti Berisha, do t'a prisin po njësoj, apo më shumë, apo më pak, si e mendon? Spari Juli, Gjemi, Ola. Zoti Foni Ilia, pyetja është si qershia mbi tort. Me qenë se presidenti Erdogan udhëroi nga një pistolet të gjithë shefave pranishëm samitin e NATO-s, kjo do thotë që edhe Berisha po t'ishte, do t'a kishte një privilegj të tillë. Pra do t'a prisni njësoj? Edhe më mirë, no? Atë më thoi, mund t'jep një mitralos, jo pistolet. Edhe pak. Po t'isha unë në vendin atyre, unë nuk da prisja. Do t'a prisi? Jo. Pse? Se është njeri mi poshtë që Shqipëri. Mi poshtë, ja kam të dhe sysh, më ka shkeru kembëna i bodyguardi tja. është njeri ju mi i keqë në Shqipëri, më negativi, s'ka ku të vejme. Kotë që të vente? Po, a i mund të vide dhe të aprisin, po vlerën e ka zero. Jo. Nuk mund t'ja përgjigje. Pse? Jo, s'ja përgjigje. Pse? Po sa t'ja përgjigje, nuk t'ja di vlerë asnjën të tjetrit. Për mua nuk ka vlerë asnjëni. E mirë, dakord, pa vlerë. Mos t'ja shojmë më bojnë në parlament. Mendoj jo, Erdogan. Mendoni jo. Ju mendoni? Jo. Jo, zotë prisin. Cuk. Jo. Cuk. Jo, pra. Jo. Se Edi Rami ka shit lorën pra Erdoganit për në. Ja ka dhënë. Po pra, ja ka shit. E na ka mik të shi. Për na ka prit mirë. Po, të gjoj, prit. Ti mu gjine mu se sa rriti kuptoj se ti jam i vjetër. Po ky, që si kupton ky, pa. Po di qënë e me për të famë. Kanë janë nga qumshja dhe nga mamadja. Qo babën? Vazhdo! Në Ankara, unë e tha më shumë. Do shta dhe më shumë, do t'i bëni nderë më të madhë. Po. E po? Se thonë këta jo. Po pra? Erdogani Po, u dha dhe nga një pistolet, pse? ku ja dha? Edi Ramse tjerve. I dha një pistolet? Pse? Më shumë shtë e bizuri këto dy pistolla. Se shkërkon ti, të hysh në histori, qa ba? Thue, Me dra popullë ndërru. të puth qa mëndje. Po ku e di unë? Ajo ndorë të ati, Erdoganit. Nuk e di unë. Unë di që ne si popull i urrejmë që të dy. Sepse të dy janë kysh komunistash. Dakor. Se besoj. Nuk do t'a pristin këshu, apo se besoj? S'do t'a prisin kështu. Kështu e mendoj unë. Po pse? Sepse ai ka probleme.
Ka problem. Ka lënë gjurmë të këqija. Se ky ka lënë gjurmë të mira. Për ky s'ka lënë të mira, për ky se ka mbaruar hala, të i plotsoi mirat e vet, pastaj i del historia mbrapa. Se mbrapa të bëhet historia, populli të bën historinë. Bërej ai i NATO-s ai i tha Trumpit tash pas vesh atletet bardha. Jo, i tha për çarapet. Por atletet më. S'kishte vesh çarape. S'kishte veshja. Uj. Prandaj Ai ka mërdhiur pa çarap, më Po prandaj tha, shiko sa ka mërdhit ky. Mu nuk mushit me një mu. Ç'të mbushet mundi që ta prisni. Mu s'e mushit me një po. Bëvaki e prishin. Zoti jep një pistolet thoti? Po në pistolet, në armë madhe. Një automatik ta kishte me veti. Pra do ta prisni. S'mushit. S'të mbushet mundi aty. Jo. Në komunizmë bushit. Po çike këto. Jo. Nuk mushit me një. Po bëvaki e prishin. Mu nuk kam janë me në tyne, po. S'ma me një. Nuk mushit me një. Ri koka pa mbushur, kokë bosh. Po si të prisish nga pema lartë, të bëzishim dokë, a vështirë në gjithë është lartë. Mosha jonë. Jure gjithë mirët. E more vesh? More vesh. Ja, more vesh ti? Jo, ta marrësh vesh ti, nesër. Sa të rregullojmë këto gjërat një herë këto që kemi kështu, po merrem pak me hallet e, merrem me gjëra serioze. 069-333-313 është numri vënë dispozicion për halle probleme që ju keni dhe do shkojmë tek Ish Parku ti Xhemi. Jetojmë në Ish Park, në pallatin ton, në katin e parë. Pallati ton është një market thot. Në video ju kam dërguar gjendjen e katit të parë të shkaktuar pikërisht nga ky market. Wow. Pra bëhet luftë? Marketi qa ka brënda e hedh jashtë këtu te ky oborri. Dhe kjo është një turp e faqja zezë. Shikoj, ka dhe... Që nga dhe kështu si zonë magazinimi. Po, e ka bo si magazin atje. Pisleki pa parë, zhurmë me karrocat e furnizimit që në orën 4 të mëngjesit deri në orë të vona. Nuk jetojmë dot në shtëpinë tonë. Askush nuk merr asnjë mas. Shihni si është shkatëruar totalisht kati i parë i pallatit tonë. Në anën tjetër të pallatit rrjedhin ujërat e kondicionerit marketit tash. Marketi nga të gjitha anët, problematik për banorët e pallatit. Kemi folur me administratorin, por nuk po gjejmë zgjidhje. Ju lutem na ndihmoni. Tani, kjo është një gjendje turpshme, e kupton, sepse normalisht nuk kemi asnjë gjë kundër biznesit. Bizneset mund të vazhdojnë të lirë aktivitetet e tyre, por pa prishur. Jo duke ja bërë të vështirë jetën komunitetit. Pa prishur punët e tjera, sepse ka dhe njerëz që jetojnë atje. O marketi. Nuk e dim cili market është aty, se kemi shkruar këtu. Po kush do qofsh, mbledh plerat dhe vazhdo punën. Edhe vëri banorëve do pjo xham që mos gjën shumë atuaja. Patjetër. Nesër. Do shkojmë direkt për Kukës. Po ju shkruaj edhe po ju nis një video thot nga Kuksi, po ju drejtohem me ju sepse jemi në hall pasi vendi ku jetojmë është kthyer në vend grumullimi plerash dhe gjarprinj. Ora, plerat pirgje këtu në këtë vap. Kazan të plerave që në kanë bosh, ndërkohë. Çdo gjë e hedhur në tokë. Po. Dhe çdo gjë po shkatërrohet, e tër lagja është lënë në harres, nëse mundeni ta publikoni sepse Bashkia e Kukësit nuk po kujtohet fare. Kjo është lagja Gostil e qytetit Kukësit. Këtu ka vite pa kokër investimi. Mirë ne dhe fëmijët tanë ku po jetojmë. Lagja Gostil ka nevojë për vëmendjen e menjëhershme të bashkisë. Patjetër, mos e shisi është atje. Mos i lini në harres banorët. Patjetër. Mos të kujtoni vetëm kur doni votat. Është kjo thirrja e përhershme. Sa herë që ta duhet vota, direkt pa. Kur i kulturuar i hesht nga edukata, ignoranti mendon se e la pa fjalë. E shikoj. Po mos më le kultura të kthej përgjigje më ju. Se janë pa përgjigje. E qartë, po puna është mos të të gozhdoj tjetri, se ne e kemi edhe çik kështu sederllëk. Më mlon muaj pa fjalë, sa do i kulturu. Më mlon muaj pa fjalë. Fut llapa mren, as brenda apo mren. Mrena. Lutem jo me këto krap se na dridhet çaketa në shtat. Publicitet.